Deputetët e Partisë Demokratike u paraqitën këtë të premten në ambientin e Kryeqësisë së Kuvendit për të mbledhur Këshillin e Mandateve dhe Imuniteteve me qëllim shqyrtimin e kërkesës së SPAK-ut për heqjen e imunitetit të deputetes Belinda Balluku. Megjithatë, dyert e zyrave u gjetën të mbyllura pasi dita e premte është vendosur si ditë pushimi zyrtar nga Këshilli i Ministrave. Kjo situatë shkaktoi tension mes deputetëve demokratë dhe punonjësve të Kartës së Republikës, ndërsa mediat nuk u lejuan të hynin brenda ambienteve të Kryeqësisë së Kuvendit. Në një deklaratë për mediat jashtë kryesisë, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi akuzoi majorancën se po mbron deputeten Balluku nga drejtësia dhe po tenton të ndikojë në procesin hetimor. Është në shkelje totale të ligjit, ka shndruar Kuvendin e Shqipërisë në zyrë dhe në bunker të Belinda Balluku, që një nga gjyqtarët, Mariana Semini, ka ndryshuar votën pasi është votuar një herë. Pra rezultati ndaj kërkesës kryeministit ka qenë 4-4 dhe vota është ndryshuar pasi është votuar një herë. Kjo tregon që gjykata kushtetuese është marrë peng. Dhe tani me gjyqtarë që janë marrë peng, ta mendojnë që do pengojnë drejtësinë për të luftuar korrupsionin, ta harrojnë. Nuk ka për ndodhur. Belinda Balluku mund të hajë vitin e ri në shtëpi, por ju siguroj që nuk do shty ditët dhe do të përfundojnë në burg. Pra këta janë kthyer në një bunker të krimit, në një bunker të korrupsionit. Mos ju duket çudi që në një nga sallat që kanë mbyllur, të jetë strehuar Ergy Sagasi. Për këta janë këta. Ta janë për të ruajtur dhe për mbrojtur krimin organizuar, jo për të kryer detyrën shtetërore. Deputeti demokrat gjithashtu zbuloi se kryetari i Kuvendit Niko Peleshi kishte deklaruar se Balluku ka kërkuar 3 javë kohë për të ushtruar të drejtën e mbrojtjes dhe se ai është i vendosur për t'i garantuar këtë të drejtë. Hap ligjor të shkojmë dhe të shpërthejmë sallën e mbledhjeve apo ta marrim peng Niko Peleshin dhe ta sjellim në mbledhje, këtë nuk e bëjmë dot. Megjithatë, Partia Demokratike paralajmëron se nuk do të ndalet dhe të kërkojë mbledhjen e Këshillit të Mandateve dhe Imuniteteve edhe një herë në fillim të javës së ardhshme, duke u përpjekur të sigurojë shqyrtimin e kërkesës së SPAK-ut dhe respektimin e procedurave ligjore.